Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot liturgjia e fjalës na tregon në një mënyrë pak të ndryshme gjithmonë Zoti na don, që na ka për zemër. Edhe për faktin që na don, që na ka për zemër, dëshiron që ne të kthehemi. Me dash është me dëshiru, me kërku të mirën e tjetrit. Edhe Zoti i din se mjerimi yt, mjerimi im është qëllimi me katar. Krishtimi më i madh i njeriu është me mos keni shenjtë. Te Zoti që dëshiron të mirën tënde, dëshiron që ne ti dhe unë të kthehemi. Edhe ai është i pranishëm në çdo ngjarje të jetës sonë. Zoti është Jahve. Jahveu, ai që është, ai që na shoqëron që bëhet i pranishëm në ngjarjet e jetës sonë. Edhe në ngjarjet që na sjellin vuajtje. Vuajtjet e pafajshme edhe vuajtjet që nuk janë të pafajshëm. Zoti është i pranishëm. Edhe kallzon këtë gjë në leximin e parë të ditës së sotme, Zoti që flet me Mojsiun që i thot: "Unë njoh vuajtjen e popullit tim, që është sklever në Egjipt, unë njoh vuajtjet e tua, problemat që ti ke, luftat që ke me mëkatin tënd, unë njoh mjerimin, sklaverimin tënde, unë e njoh." Edhe Krishti i mishërua na tregon këtë realitet, që Zoti nuk qëndron larg, ai nuk nuk është që njeh vetëm nga mendime, nga idetë çfarë vuajmë ne, por ai në mishin e vet eksperimenton mjerimin ton për të na çliruar, për të na dhënë këtë garanci që asgjë e askush ka mundësi me na ndarë prej dashurisë së tij. Në mënyrë që ne në çdo fakt të jetës sonë të mësojmë me fol me Zotin, mjerimi i madh për Krishtin nuk është që njerëzit të vdesin, që të ndodhin gjanat të forta, vuajtje të mëdha. Jo, mjerimi i madh për Krishtin është që njeriu të mos kthehet, që të vdes në mëkatet e veta, që të vdes pa mu pajtu me Zotin edhe me të tjerët. Atë ngjarjet e jetës sonë, edhe ngjarjet që ndodhin jashtë neve, larg nesh, janë ngjarjet që na ftojnë që ne të kthehemi. Sot të kthehemi. Zoti dëshiron që jeta jonë të jetë plot me frytet e mira, me frytet e dashurisë. Atëherë ai sot na shpall një vit hiri, që ne të kthehemi. Jeta jonë, ky vit, jeta jonë në këtë tokë, koha që kemi, viti jubilar që jemi të përjetu sot në këtë kohë, koha e kreshmeve që jemi duke jetuar sot, që ne të kthehemi tek Zoti, që jetojmë në gëzim, edhe kur të vi momenti i vdekjes, të shpërthejmë në gëzim, e lajmin e mirë, që të takojmë Zotin, duke qenë të gati, duke qenë gatshëm për të hyrë në mbretërinë e tij, në plotësi. Që lëvdu Krishti.